E di se mund dukem shumë e shkurt karshi Lambit, po Lambi është një basketbolist i cili ka ardhur nga Amerika, e nga shumë vende tjera në fakt të botës, në cilat ka zhvillu sportin e tij, por me një rrëfim shumë interesant, Lambi do të jetë sot bashkë me ne, po përveç rrëfimit do të ketë edhe një vallëzim në atë tradicionalen tonën, cilën e dojmë shumë. Lambi Marty, basketbollisti 36 vjeçar nga Teksasi, prej 3 muajsh është bërë pjesë e skenës sportive në Kosovë, duke sjellë energji, humor dhe një stil të veçantë komunikimi që e ka bërë të pëlqyer nga publiku. What's up everybody? My name is Lam Marty. Tung të gjithë, jam Lambi Marty, 36 vjeçar, lejtor basketbolli në Kosovë nga Texas. Marty thotë se ka mbetur i impresionuar nga mikpritja në Kosovë. Një nga momentët që i ka bërë më së shumti përshtypje ka qenë fakti që njerëzit e përshëndesnin në rrugë edhe pa e njohur. Kosovo is nice. Kosova shumë e mirë, qytet i gjallë, njerëz të dashur, shumë të rinj dhe po e shijoj tash 3 muaj, veçanërisht tani marketën e Krishtlindjeve. Ani pse ende nuk kam parë qytetet e tjera. Njerëzit ishin shumë të afërt me mua. Në fillim nuk e besoja sepse ecja rrugëve dhe njerëzit më përshëndesnin. Unë jam person shumë i shoqërueshëm dhe thash, "Okej, jam person i ri këtu, ata më duan dhe shijova mjaft shumë." Edhe ushqimi për të është surprizë në vete. I'm not gonna lie. It's the food. Nuk do të gënjej, është ushqimi. Ani pse është i shtrejt, kur shoh çmimet e ushqimeve këtu, ndihem si një king. It's like when I see prices, I feel like a king. Por për te shakas, Marty zbulon një anë më të thellë të personalitetit të tij. Me, I like to do those things because I'm a very... Është një ndjenje veçantë sepse jam shumë i hapur si person dhe përveç si basketbollist jam më shumë se kaq. Dua që njerëzit të më njohin më shumë sepse kam shumë sarkazëm dhe dua që energjinë e mirë ta sjell te njerëzit e tjerë. Basketbolli për të është më shumë se profesion. Ai ka filluar të luajë që në moshën 4 vjeçare dhe vjen edhe nga një familje me traditë sportive. Basketball is top here. Basketbolli këtu është on top. Është shumë mirë, e morën shumë seriozisht dhe sezonin e filluam shumë mirë. Ndonjëherë kemi ulje ngritje, ndodhe edhe të humbim, por mbi të gjitha këtu luhet mirë. Since I was 4 and I'm 36 now, so that's... Kam filluar që kur isha 4 vjeç. Sot jam 36, jam 32 vite me basketboll dhe ja ku jam. Do të thotë që gjithçka për mua tregon kush jam, sepse jam rritur në një familje basketbollistësh. Babaja ishte ushtar, por luante basketboll. Vëllai im, axha im, është diçka tradicionale. Prandaj, kur jam mirë, luaj basketboll. Kur jam keq, luaj basketboll. Kur jam i mërzitur, luaj basketboll. Është terapi për mua. Kur isha fëmijë, prindërit më thanë se nuk do të luaja basketboll. Kjo më mërziti shumë, por sot ja ku jam dhe është dashuri për mua. Sa i përket vajzave kosovare, ai nuk heziton të flasë me humor. Shy, very diva, but beautiful, bukur. Vajzat këtu shumë të motora, shumë diva për të bukura, sepse kam parë shumë vajza të bukura dhe kam në mos fjalën e bukur. Janë të sikletshme, e vërej kur ec rrugëve. Unë jam shumë i hapur dhe kur bëjmë eye contact, provoj të flas, por ato gjithmonë e ulin kokën dhe nuk dua t'i bëj të ndihen një rehat. E gjuhën shqipe nuk e mësoi dot. Meet him in Jesse, and bukur, honestly, I learned for the women. Good morning, kështu thuhet mirëmëngjesi dhe bukur e mësova nga vajzat. Është një gjuhë krejt ndryshe dhe të gjithë flasin anglisht. Ndaj është e vështirë ta mësosh kur të gjithë më drejtohen në anglisht. Prandaj nuk e kam mësuar shumë. Learn the things when everyone... Are we going to do the whole thing? Are we going to do the dance? Yeah, you did. So I know it, yes. Nice. I'm gonna invite you on my wedding. Please, please do. If anyone have a wedding, please invite me. I would be so happy. Really. Okay, you say it on TV. I'm serious. I'm letting y'all know. Invite me to your wedding. Special guest. I just want to dance. I really Okay, do. dance. Come on. I really do. Just, I need the little thing. You did good. Me personalitetin e tij karizmatik dhe eksperiencën e gjatë sportive, Lambi Marty duket se po e fiton jo vetëm parketin, por edhe zemrat e njerëzve në Kosovë.